Mirëmëngjesit të nderuar teleshikues të Drita Televizionia, ku takuam sërish në emisionin e përditshëm What Happened Today, ku do ta ndiqni çdo ditë në orën 7:30. Data sot shënon 6 maj dhe ne kemi përgatitur për ju disa informacione të cilat lidhen pikërisht me këtë datë. Ju ftoj që t'i ndiqni. Maj. Ngjarje 1886. Naim Frashëri botoi poemën Himn për natyrën shqiptare, Bagëti e buqësi. Lindje 1405. Lindi Gjergj Kastrioti, Skënderbeu, hero kombëtar shqiptar. 1856. Lindi Sigmund Freud, babai i psikoanalizës. 1915. Lindi Orson Welles, regjisor, aktor dhe autor amerikan. 1941. Lindi Ivica Osim, futbollist dhe trajner kroato bosnjak. 1953. Lindi Tony Blair, politikan britanik. 1960. Lindi Haqif Mulliqi, regjisor teatri shqiptar. Vdekje 1949. Vdik Maurice Maeterlinck, shkrimtar belg, nobelist. 1999. Vdik Femi Agani, filozof, sociolog dhe politikan i doktoruar, akademik, gazetar dhe hero shqiptar i Kosovës. Sot kemi përgatitur biografinë e Isaac Newton, i cili ishte një fizikant, astronom, teolog e matematicien anglez. Për më tepër, ju ftoj të ndiqni materialin e përgatitur. Kalojmë në rubrikën kuriozitete, ku sot do të flasim se si formohen gurët që çdo vajzë i adhuron. Pikërisht janë diamantet, këto gur të vegjël me një shkëlqim maramëndës, të cilat kushtojnë më shumë se çdo gjë në varësi të vlerës së tyre. Nga vijnë diamantet dhe nga ku? Përgjigja për këtë pyetje të fundit në veçanti është në qendër të një studimi të ri, të botuar në një report shkencor, i cili heton origjinën e thellë të 3 llojeve të diamanteve që janë formuar në planetin ton. Gurët më të fortë në botë nuk kanë të njëjtin origjinë, por ato mund të formohen në vende dhe kushte shumë të ndryshme. Ne tashmë dim pothuajse gjithçka për këta të quajturat litosferike, ndërsa dim pak për ato që formohen në oqeane dhe në qendër të tokës. Tani kemi zbuluar se këto të fundit, ndryshe nga sa e menduam, kanë një origjinë organike të papritur. Siç u përmend, ekzistojnë 3 lloje diamantesh, nëse i klasifikojmë sipas vendit dhe mënyrës së formimit të tyre. Diamantet litosferike formohen në litosferë, shtresa e parë e tokës, e cila përfshin ato që ne i quajmë kore të tokës dhe pjesën e sipërme të mantelit. Diamantet litosferike janë formuar pikërisht në mantelin e sipërm, midis 150 dhe 250 kilometrash të thellë, ku kushtet e presionit dhe temperaturës i shtyn atomet e karbonit të sistemohen në një grill të jashtëzakonshme rezistente. Është kategoria më e përhapur e diamantit në planet dhe karboni që i formon ato mund të ketë origjinë biologjike dhe inorganike. Kategoria e dytë është ajo e diamanteve të oqeanit, të cilat formohen në shkëmbin të oqeanit dhe shumicën e rasteve kanë origjinë biologjike. E treta, më misteriozja deri më tani, është ajo e diamanteve kontinental super të thellë, forma shumë të rralla të këtij guri të çmuar që gjithmonë formohen në mantel, por shumë më thellë midis 300 dhe 1000 kilometrash. Problemi me diamantet super të thellë është se deri më tani ka qenë e vështirë të identifikohej origjina e tyre. Por të kuptuar nëse një diamant ka lindur nga materiali organik ose inorganik, matet raporti midis 2 izotopeve të ndryshëm të karbonit. Në diamantet oqeanike dhe litosferike, raporti midis të dyve është pak a shumë fiks, ndërsa në ato super të thella është shumë i ndryshueshëm. Studimi i kryer nga një ekip nga Universiteti Curtin në Australi tregoi se në zemër të gjithë këtyre diamanteve, marrëdhënia është shumë më e qëndrueshme dhe tregon një origjinë organike. Ndryshueshmëria është për shkak të shtresës së jashtme, gjithashtu prej diamantit, por me origjinë të ndryshme, e cila formohet ndërsa bërthama origjinale shtyhet drejt sipërfaqes së tokës nga magma e mantelit. Me fjalë të thjeshta, kjo do të thotë që materiali organik që është në sipërfaqen e tokës arrin her pas here të depërtojë deri në qindra apo mijëra kilometrash thellë në kore dhe deri në mantel,
ku transformohet në diamant dhe sillet të ndriçohet në mbi miliona vjet. Pyetja në këtë pikë është si është e mundur kjo? Cili është mekanizmi që lejon ata që dikur ishin qenie të gjalla të afrohen aq shumë në qendrën e tokës dhe të kthehen në diamante? Përgjigjet do të kërkojnë kohë dhe më shumë punë nga ana e shkencëtarëve për të zbuluar. Tani oftoj të ndiqni parashikimin e motit për ditën e. Territori shqiptar për datën 7 maj 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme me dominim të vranësirave dhe rreshje lokale në disa zona. Paraditja do të jetë kryesisht e vrenjtur në të gjithë territorin, ndërsa në zonat juglindore priten rreshje shiu. Edhe gjatë pasdites moti do të mbetet i paqëndrueshëm me vranësira të dendura. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 9 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 26 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 3 deri në 5 orë me diell. Era do të fryjë lehtë deri mesatare nga drejtimi jug-perëndimor me shpejtësi 3 deri në 6 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar rreth 2 deri në 3 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë mesatar rreth 5. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:24 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:51 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 14 deri në 22 gradë Celsius. Kukës 12 deri në 22 gradë Celsius. Peshkopi 12 deri në 20 gradë Celsius. Tiranë 17 deri në 24 gradë Celsius. Durrës 15 deri në 22 gradë Celsius. Kavaj 15 deri në 22 gradë Celsius. Elbasan 16 deri në 24 gradë Celsius. Berat 14 deri në 25 gradë Celsius. Korç 9 deri në 20 gradë Celsius. Vlorë 16 deri në 26 gradë Celsius. Gjirokastër 14 deri në 21 gradë Celsius. Sarand 15 deri në 23 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 7 maj 2026 do të karakterizohet nga mot relativisht i qëndrueshëm me vranësira të pakta dhe intervale me diell. Paraditja dhe pasditja do të kenë alternime mes kthjellimeve dhe vranësirave, ndërsa në disa zona mund të ketë rreshje të lehta. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 9 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 19 gradë Celsius. Era do të fryjë lehtë nga drejtimi jug-perëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë mesatar rreth 5. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:15 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:49 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovic 12 deri në 18 gradë Celsius. Podujev 9 deri në 16 gradë Celsius. Skënderaj 11 deri në 18 gradë Celsius. Pej 12 deri në 17 gradë Celsius. Prishtinë 12 deri në 16 gradë Celsius. Gjakov 11 deri në 19 gradë Celsius. Malishev 12 deri në 17 gradë Celsius. Gjilan 9 deri në 15 gradë Celsius. Ferizaj 11 deri në 15 gradë Celsius. Kaçanik 11 deri në 17 gradë Celsius. Suharek 13 deri në 17 gradë Celsius. Prizren 10 deri në 16 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur për emisionin e ditës së sotme. Bashkë të rishihemi sërish nesër në po të njëjtën orë. Për më tepër ju ftoj të ndiqni programacionet e Drita Televizion. Mos harroni të na ndiqni edhe në rrjetet tona sociale, TikTok, Instagram, Facebook dhe Twitter. Për të rrijat më të fundit vizitoni faqen tonë zyrtare drita.tv.